Se këto do trahtosh veten, njerë? Veten gjithmonë. Veten apo jo veten? Unë nuk mendoj që trahton partnerin, vetëm veten. E ka vetëm raport me veten. Po pse e trahton veten kur e kujdesesh për veten? Se kuptojnë, pra bëjnë kot. Si bëjnë kot? Edhe kur i kanë gjërat nderezi dhe bëjnë bukrash kur kanë luftu për ato gjëra, po kur kanë luftu. Sakrifice madhe i kanë arrit me ato partnerë. Dhe në vend që t'i gëzojnë, në momentin që kanë për t'i gëzu, e rrezikojnë. Dea. Kjo ndodh sepse njeriu gjën që ka nuk e quan. Domethënë është gjithmonë në kërkim të asaj që nuk ka. Kështu që vërtet mund të vrapoj me vite dikush pas dikujt, dhe në momentin që e konsideron pronë të tijën, është në kërkim, te diçka tjetër që nuk e ka. Edhe jam e bindur që dhe këto trastit përveç atyre, se ka dhe trastit që përfundojnë me ndarje të parës dhe martes me të dytën, domethënë me atë që trastove. Po këto besoj pastaj janë të gjesh dashurin. Prishen dy çifte kryet një. Po, dhe kjo unë jam për këtë, dhe pak si poete, dhe u gjet dashuria pas një ndarje. Prish dy bashkë një. Është normale, po momentin që mendoj këto trastit e rëndomta janë këto që e thashe, e posedon dikë dashme të gjenjë një tjetër, pra është kjo loja që njeriu është gjithmonë duke pretenduar të provojë. Për ta piqikun si mashkull që jam, edhe me njerë ti, si femër që je. Tani, unë jam një mashkull për shembull. Nuk kam nevojë unë të kuptoj se sa të mira janë femrat në thellësinë e tyre. Ta provojë pa u martuar si djali. Erion, falë, se këtu ka një problem shumë madhor, që fillon qysh në vegjeli, që djalit i thuhet mundesh, ti mundesh edhe këtë tjetër, s'ka gjë. Pra, që këtu fillon ajo të pasurit më shumë nga çik ofrohet në fillim edhe do gjithmonë më shumë. Ndërkohë vajzës i thuhet që kjo është lodra jote dhe ti do luash me këtë dhe do kujdesesh për të, do ta vesh në gjumë kukullën edhe tjera me radhë. Kukullën ku? Po, sepse ashtu luajnë vajzat. Ndërkohë, kjo nxitja për më shumë dhe për konfirmime dhe rikonfirmime. Ajo tha vë kukullën në gjumë, ta kamera nxori Dean. Po si Barbie, kështu që. Sa poezi ka Dea për dashurinë se ke iden. O Zot, do na rreziton ndonjë Po për trahtin ke bërë një? Po të duash po. Por megjithatë unë jam shumë kundër asaj që vetëm meshkujt trahtojnë dhe fermat trahtojnë.